Kohën e qeverisë Thaçi, Mustafa, me 6 maj 2025 për hysni Ramadanin vetëm €3.58. Agjencia Kosovare e Privatizimit e ka konfirmuar edhe një herë tjetër raportimin e Infocus se prona që u blen nga babai i deputetit të vetëvendosjes Valon Ramadani përveç €120 metrin katror ka qenë rrugë. Rrugë pa kategorizuar, kështu e ka cilësuar AKP-ja pronën 2524 metra katror që ju shet me negociem hysni Ramadanit e Shaban Aliut. Për të ndalur tek interesi i madh publik në lidhje me këtë pronë apo lagjën luksoze të ndërtuar në Ferizaj, se kur u privatizua, sa e çka u privatizua brenda saj, po e sqaroj në VM. Për ta sqaruar me data, vite dhe klasifikimin e pronës, ne kemi kërkuar qasje në këto të dhëna në AKP dhe pavarësisht që AKP-ja si ka dërguar të detajuara ashtu siç ka kërkuar Infocus, të dhënat janë si në vazhdim. Me 8 dhjetor 2009, në kohën e qeverisë Thaçi, në varësh të Ferizajt janë privatizuar për hysni Ramadanin 460.294 metra katror për një çmim prej €1.104.000 apo €2.40 metrin katror dhe kjo pronë ka qenë tokë bujqësore. Me 21 korrek 2017 në kohën e qeverisë Mustafa, në fshatin e vjetër janë privatizuar 20.879 metra katror për nderimi SHPK, kompania e hysni Ramadanit e Shaban Aliut për €325.000 apo afërsisht €15 metri katror dhe përsëri kjo ka qenë tokë bujqësore. Me 6 maj 2025 në Nekodim janë privatizuar 2524 metra katror për hysni Ramadanin e Shaban Aliun me €302.880 apo €120 metrin katror dhe është privatizuar për herë të parë rrugë. Një detaj tejet i rëndësishëm. Derisa pronat e tjera ishin tokë bujqësore dhe u privatizuan përmes procedurave publike, rruga në Nekodim përfundoi në pronësi private përmes negocimit direkt pa tender. Po del se vendi ku është ndërtuar lagja luksoze Panorama afro 50 hektar, të cilat i përmendën në telefonate dhe vetë hysni Ramadani, kanë qenë të shtetit dhe janë privatizuar për të. Ajo tokë u ble 24 orë për AKP-s edhe e kumpos mrena pas qëllës teme 50 hektar. Sipas të dhënave të AKP-s, po i bie që për kompaninë e babait të deputetit të vetëvendosjes janë privatizuar ndër vite 48.3 hektar apo 483.697 metra katror pronë të shtetit me një çmim prej €1.731.000. Përmes këtyre 3 privatizime, kështu të ndara nga AKP-ja, mesatarisht çdo metër katror ka kushtuar vetëm €3.58. Por sa vlerë ka një tokë bujqësore e sa vlerë ka një rrugë që e bën me 2 dalje në rrugën kryesore lagjen luksoze Panorama. Përveç afërsisë me kodrinat që mundsojnë pamje përrallore, Panorama Residence me lokacionin e saj ju ofron qasje të lehtë edhe në rrugët kryesore. Kështu përshkruhet lagja e famshme nga vetë faqja zyrtare e saj. Vetëvendosja e Albin Kurti e ka pasur mundësinë e artë të dëshmojë që realisht dëshiron ta shuajë AKP-n dhe t'i kthej pronat e shtetit tek shteti, duke e kushtëzuar për këtë rrugë e duke hetuar privatizimet e mëhershme për hysni Ramadanin. Por e gjithë kjo ndoshta edhe do të ndodhte po të mos ishte për babain e deputetit të kësaj partie. Këto të dhëna e dëshmojnë një gjë të sigurt. AKP-ja le që nuk u shua, por po vazhdon privatizimin e keqpërdorimin e pronave të shtetit, madje fuqishëm. Se për pak harrova, ndoshta që u bë një kohë e gjatë. AKP mos harroni me na kthy përgjigje në kërkesën për qasje në 56 kontratat, ku shiten me shitje direkte pronat e shtetit e gjithë kjo veç në vitin 2025.